dalin raporte miqësore shumë të ngushta. Dhe për të kësaj, këta njerëz janë të gatshëm ndoshta për një bashkëpunim në mënyrë që mos të rrezikojnë edhe pozitën e tyre si deputet. Sepse unë e konsideroj që nëse ti vepron me logjikën e njëjtë, me logjikën e natit, pse s'm ke votu mua, unë të çoj edhe një herë në zgjedhje, ky qytetar din me tu përgjigj ç'është ju ka përgjigjë mirë. Ne po shohim edhe këto ditë sondazhe për mbështetjen e zonës Osmani në opinion unë po pajtona çore për një i perspektivës. Po flasim për qytetarët atje jashtë. Edhe nëse s'kem çat komentojmë për Albinin si individ, na kur flasim për Albinin, flasim për lëvizjen e vendosjes. Është më rëndësi për faturën zonë. Shumë e thjeshtë është më rëndësi që prej perspektivës që vetvendosja është pushtet i mirë. Zonën Osmani apo jo? Prej perspektivës që vetvendosja është pushtet i mirë, dakord jemi. Kush mendon që vetvendosja është pushtet i mirë? Mendojnë 51.11% të qytetarëve të Republikës Kosovës vrasën. Nuk ta mohova. Mendojnë ata 51.11%. Po le të mendojnë 70% për mua. Demokracia është numrat vendosin. 70% për mua, le të mendojnë. Derisa të ndrron diçka që tu je. A moj me vazhdo po. Se për një mend ngova deri në fund. Për ata që mendojnë që vetvendosja është u bë mirë, për ata Vjosa Osmani është po ashtu presidente e mirë. Kjo vetëm kallëzon më shumë argumentin tim që Vjosa Osmani është presidente e vetvendosjes, sepse vetëm njerëzit që e mbështesin në farë mënyrë ose anojnë ka vetvendosja e konsiderojnë si presidente që e ka luajtur rolin e vet. Është presidente e vetvendosjes, nuk është për një nuk ndërpreva ndoshta me çuni argument. Se dhe të partive tjera kanë thënë që zonja Osmani ka bërë punë të mirë, domethënë përpara një argument. Kanë thonë argumentin edhe me fakte, kanë thonë partit vetëm kur kanë filluar me u friksu, me u nështru kurtit edhe mos me dasht, domethënë vetëm kur kanë vendosur që po dojna me çu vendin zgjedhje, kanë filluar me thonë, më nuk kalon sem pa thonë që kjo LDK në momentin që Vjosa Osmani e ka shpall datën e zgjedhjeve që ashtu çu vike kurtit. Qysh ndodhi tash që veç një muj ma vonë, 2 muj ma vonë, u bë Vjosa gabimi që do ta dëshironim ta bënim gjithmonë. Kjo çesha ka ndodhur këtu. Këtu veç ka ndodhur një rezultat zgjedhor që e ka dërmu opozitën, edhe rrjedhimisht ja ka humb komplet guximin me u përpjek matutje e tash u bë Vjosa Osmani e mirë. Po, mund të